Ishin shku jashtë. Ishin shku me pasaportat diplomatik të firmosme nga presidenti i vendit. Ishin në Angli ato. Po dikush kush e sheket intervistat, po edhe në 27 shtator 1998 është vrarë ministri i mbrojtjes Ahmet Krasniqi. Në kohën kur keni qenë edhe ju në krye të Është e vërtet. U përpoq prokuroria, u përpoqëm dhe neve që ta gjenim, ai bile banonte në shtëpinë e një. Jo, është vrarë në atë kohë, po tham prej, po është vrarë në atë kohë. Po tham që është vrarë në atë kohë, në vitin 1998. Po. Jo, s'thash jo, thash është vrarë në atë kohë. Okej, është vrarë, është e vërtet. Po. Dhe natyrisht ishte detyrë shtetit shqiptar që tregonte se faktën të gjende kush ishin vrasit, kush ishin ata që ishin porosit, vrasin. Edhe është gjetë sot e asaj kohe? Nuk është gjetë akoma. Çfarë mendimi keni ju, profesor, për këtë vrasje? Nuk e di. Tani do ishte gjuna që unë të them një gjë në opinion do, se di vërtet. Mos i bie më qafë kërkujt. Po dhe ati si figurë. Se ai quhesh që ishte ministri i mbrojtjes, pa akoma s'ishte mbrojtje. Nuk ishte akoma ministra? Nuk ishte ministr. Ja kishin dhënë fjalën që do ishte ministri i mbrojtjes. Unë e kam taku 2-3 herë, se vinte për farkun. Çfarë mendimi keni pas për ta personalisht? Pozitiv, ishte njëri që normal. Por çështja e tyre s'ishte aq normale. Pse? Paske kishin kriju një ushtri të qeverisë së Kosovës në emigracion, që quhesh FARC, dhe në të ishin mbledhur vetëm oficera. S'kishin ushtarë, vetëm oficera, ishin shqiptar të Kosovës që kishin studiuar nëpër akademitë ushtarake të Serbisë, Serbia të Jugosllavisë, kryesisht akademitë që ishin serbe, se ushtrinë e kishte Serbia, di është në Jugosllavi. Dhe ata merrnin një rrok të mirë këtu, kishin lënë ushtrinë jugoslave, kishin ardhur këtu po kaq. Nuk u futën kurrë, kërkuam, t'i ndihmojmë që të futen në Kosovë. Asnjëherë s'pranuan. Asnjëherë s'ka pranuar. Shtyn, jo. Asnjëherë gjithmonë shtyn. Për mendimin tënd nuk ka pas FARC, a? Jo, FARC ka pas e mbanin veten ata. Është fjala në front të luftës. Ne kishim një siklet. Natyrisht në Shqipërinë gjatë luftës së Kosovës erdhën shumë gazetarë se ishte më kollaj, nuk futeshin dot luftë, dhe ndiqnin luftën edhe këtu, po interesoheshin ç'a bënte Shqipëria për luftën e mësetash. Dhe natyrisht ato çkës nuk vinin në Shqipëri, vinin vetëm njerëzit e rëndësishëm. Dhe ata nuk vinin veshur ushtarak, vishin civil. Kurse këta farkut mbanin uniformën e UÇK-s dhe dilnin nëpër Tiranë. Në Tiranë, në Lezhë. Atje ku ishin 3 kampe kishin këta, në Kavaj, në Lezhë dhe në Tiranë. Dhe ushtarët të UÇK-s që shëtisnin nëpër Tiranë është absurde. I tham disa herë, ky ishte problemi jon kryesor, që të paktën këtë mos e bëni. A ke pas takime, sigurisht. Natyrisht që ke pas takime me Bujar Bukushin në atë kohë, po? Jo. Asnjëherë? Jo. E di që flisni, domethënë, sa kur ke ardhur ato ditë kur ke ardhur në krye të shishit, e kam dëgjuar për intervistat që ke thonë ke gjetë diçka do para aty në, a është e vërtet? Si, po, është e vërtet. Sa para? Diku ke gjysma e shifrës që qeveria e Kosovës i kishte dhënë shishit. I kishte dhënë 600.000 marka, se marka ishin, akoma s'ishte euro. Domethënë praktikisht kanë qenë 300.000. Unë gjeta 300.000. 300.000 ishin harxuar, po kishte pse ja ka dhënë? Ta di unë se ja ka dhënë. Po dhe se Ndim që të bëhesh më i fortë. Po dhe për me ndihmu. Ju s'keni qenë luftë në atë kohë, realisht kemi qenë ne, jo. Po. Prandaj them nuk e di. Se jo vetëm që se kam është absurde, apo profesor? Po, prandaj them se di pra. Jo vetëm që se kam ligjuar, pas logjika s'ma merr pse duhet ta bënte. Por unë gjeta aty. Një gjë më pëlqeu që llogaria ishte e saktë. E thoshin kemi marrë 600, kaq janë prishtu, kaq. E kish përdor shiku për punë të veta. Megjithatë nuk i morën kurrikun. I lanë në kasafort, i lanë edhe me letra. Gjëra e parë që bëm në meto, ble makina. S'kishte shiku, se ishin ndjek gjitha makina. Edhe zyrat. Për shkak të trazira, po. Edhe zyrat, edhe makinat ishin të gjitha djegura. Dhe ne ndërtuam gjithë zyrat, nuk bëm tendera,
i ndërtuan vetë. Edhe ndihmon dhe ato para. Vim deri tek njoja jote me ushtrisë shqiptare të Kosovës, ajo që i njofton më, po më ju intereson më shumë të shqiptarëve të Kosovës. E kam dëgjuar